Në praktikën e përditshme, astrologjia hyn në marrëdhënie pothuajse në mënyrë të padukshme. Disa njerëz bivendosin hartat e tyre të lindjes për të parë se ku përputhen, ndërsa të tjerë thjesht përjashtojnë një partner që është shumë binjak sepse kanë frikë nga paqëndrueshmëria. Një detaj i padëmshëm si data e lindjes përfundon duke peshuar aq rënd sa një prapasken. Shumë njerëz raportojnë se ndjehen sikur janë tashmë në foto vetëm pas disa minutash. Më duket se je dashi, kështu që do të jesh xheloz dhe kokfort. Astrologjia bëhet një gjuhë me ritëm të shpejtë, plot etiketa dhe shkurtesa mendore, duke i qetësuar ata që kanë frikë nga kompleksiteti i marrëdhënieve. Në disa raste ajo funksionon si një filtr mbrojtës, në të tjerat bëhet një profeci që mbyll dyert para se ata të kenë hapur vërtet. Kur qielli bëhet skenar, shumë tensione në çifte mund të shpjegohen shkurt. Është faji Merkurit retrograd. Është një mënyrë e shpejtë për të zbutur konfliktin, por mund të shndrohet edhe në një alibi, nëse komunikimi nuk funksionon, shkaku nuk është më pamundësi për të dëgjuar, por më tepër një tranzit i përkohshëm. Qielli kështu bëhet një skenë që justifikon në vend që të ndriçojë. Nga ana tjetër, përdorimi më interesant i astrologjisë në dashuri është ai që është vendos fokusin tek vetja. Pasardhësi, borti çiftin në tabelën e lindjes zbulon se çfarë do lloj partneri tenton të tërheqë dikush, edhe pse disa modele përsëriten. Në këtë kuptim, astrologjia as nuk shfaqson dhe as nuk dënon, por na fton të shohim aty ku dhe më shumë, aty ku krenaria do të donte të shmangte. Njerëz që gjithmonë ndjejnë të njëjtën energji hyjnë në dhomën e atyre që lexojnë harta lindjeje, partner të pakapshëm, xheloz, hiperracional. Harta nuk ju detyron të doni, por përkundrazi tregon se çfarë akorde të brendshme godasin këta njerëz, çfarë plagësh të lashta zgjojnë. Është një lente, jo një gjykim. Të sillesh një nyje emocionale në fokus me gjuhën e yjeve mund të ndryshojë mënyrën se si e përjetoni atë, por vetëm nëse jeni të gatshëm të punoni vërtet mbi të. Në fund të fundit, ndikimi i astrologjisë në jetën tuaj dashurore varet nga sa fuqi jepni. E parë si një orakull i pagabush, ju pengon të merrni rreziqe, të takoni ata që kundërshtojnë stereotipet e shenjës tuaj. Megjithatë, e përdorur si një mjet simbolik ju udhëzon në zgjedhjet tuaja. Nuk ju tregon se këtë doni, por sugjeron se ku jeni më të brisht, ku mund të rriteni, ku zemra juaj ngatoron fatin me zakonin. Yjet nuk e vendosin me këflini natën. Në raste më të mira, ata ju kujtojnë në mënyrë diskrete se kush jeni në të vërtetë kur drita fiket. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.